Shiko, na jemi në pozitë që duhet pranojmë atë që dojnë ndërkombëtarë dhe ato që dojmë, ju ato që dojmë na. Për faktin se kemi marrëveshjet nënshkruar ndërkombëtare. Për faktin se kemi një siguri që se ka kërkush dhe kemi këtë siguri si vend dhe si një vendim të cilin e ka marrë OKB-ja dhe NATO-ja, që e kemi quajt dhe është sui generis. Për këtë arsye, unë s'po them që ne duhet të dorëzohemi, të japim qelsat e Kosovës dikujt që ta prej me gërshan kufit e Kosovës. Askush s'ka pas pretendimet e tilla. Është diskutu, është hap diskutim publik edhe në Kosovë, ka pas ma shumë propagandë se diskutime. Pra thoni që nuk është mëkat le të themi nëse pranohet diskutimi. Jo. Apo nuk guxojnë fare as ta diskutojmë atë çështje. Mas pari, unë nuk e di që ka pas një diskutim për ose kundër në Parlamentin e Kosovës. Jo, në Parlament asesi. Nuk ka, dhe për këtë arsye po them që ne duhet patjetër me miratu ligjin për referendumet, ngjashëm me atë që e ka dhe Zvicra, që edhe në fshatra, edhe në qytete me pas drejt me votu, me bajt referendum për çështje për cilat politika nuk pajtohet. Si të arrihet kjo kur janë disa ligje vitale e që kërkojnë edhe votën e komunitetit sërb? Besoni se do të gjindej një formulë se si do të miratohej edhe ligji për referendumin në këtë konstelacion të kuvendit, me listën sërbe në shumicë brenda. A është e mundshme të arrihet kjo? Tani, unë po them që nga njëherë, ja kom zonë për të madhe dikujt, për shkak do të gjanave që s'm kanë pëlqy. Por na kemi pas situata kur kemi vendos dhe kur ka votu edhe lista sërbska. Komuniteti sërb. Në parlament. Ligjin për fete kemi miratu në kuvend, lexim parë, pa ndaj debat të madh dhe pa kundërshtime. E kemi heq se kemi qitë në lexim dytë për interesa për mu meskine. Por si do qoftë, atëherë ka thirë ambasadori Shëbas, më tha, qa bone që e kalove ligjin. Thash e kryva detyrën time. Thash, bravo të roj, gjithë është mirë mi kry detyrën e vetë. Po tani, me që kalojnë në herën e parë, cilat janë ato interesa meskine që e ndaluan? Edhe është një nga ligjet ligji për referendumin nuk është i keq as për Serb. E kuptoj. Ligji për referendumin. Ne bashkia ndërkombëtare që ata gjithnjë kërkojnë diçka në këmbim nëse japin një votë për këtë pakon e ligjeve që janë ku kërkohet edhe vota e tyre. Është përshtypja që sa herë që votojnë, ata kërkojnë diçka për ta ofruar votën. Nuk e besoj ashtu, por unë jam pak ma shumë në ashta liberal se si duhet. Por nga njëherë në politik edhe duhet me bo kompromis. Me qka s'duhet me bo kompromis? Me gjithë shka që llogaritet prishje e integritetit territorial, edhe sovranitetit Kosovës, edhe në shkeljes së kushtetutës, nuk duhet me bo kompromis. Në qovë se bëjmë kompromis, sa i përket një ure me që ma poshta ma nalë, nuk ka nëj problem. Në qovë se bëjmë një kompromis me bëjmë një rrugë ma shumë, një kalim kufitar ma shumë, ku diku i interesën me bëjmë, nuk ka nëj problem. Ky kompromis. Në qovë se bëjmë kompromis për, ku dion, me hap një shkollë të redikon, e qartë, por me që përmendet ligjin për fetë se për religionet nuk jam e interesuar të flasim veçanti sonte për atë çështje, nuk ju kam ftuar për atë çështje, po me që përmendet pse nuk e ka kaluar leximin e dytë
Nëse tash më ka kaluar jemi në distancë kohore dhe mund dihen arsyet. Ka një procedurë. A ka patur diçka se thatë për qëllime meskine? Unë nuk di kur gjo, por kundër ligjit për fet janë edhe komuniteti musliman, edhe bashkësitë fetare thoni janë. Bashkësitë fetare kanë qenë kundër. Po kanë qenë kundër. Dhe kanë arritur bashkësitë fetare që të Unë po besoj që lobimi i bashkësive fetare ka ndiku dhe pastaj ndoshta edhe është bisedu në margjina dikon edhe nga lista sërbska ose nga dikush tjetër dhe nuk është llogarit që s'janë votat e duhuna dhe është ndërprej. Kur kështu e shoh, por ne nuk e kemi qitë në lexim dytë fare. Është shkelje e ligjit, shkelje e kushtetutës. Duhet me qitë në votim. Po së paku në votim, kundër. Nuk ju ka ndaluar komuniteti sërb ta hidhni. Komuniteti sërb nuk e ka ndaluar hedhjen. Nuk mundet me ndaluaj, a i mundet mos me votu. Atëri bie që me vullnet të shumicës shqiptare, a i legjë ka mbetur. Ka mbet, administrata se ka procedu, se kanë marrë në urdhër dikon, nuk e di. Mirë, se çështje tjetër, po kthehemi tek zhvillimet aktuale, tek zgjedhjet, përmendet më herët diasporën, po shohim një përplasje të madhe rreth diasporës këto ditë. Pra në prag të fillimit të fushatës për zgjedhjet e parakohshme, përplasje e madhe për diasporën, është një përpjekje që të mirët, le themi, çdo votë e mundshme nga diaspora. Qoftë edhe me përpjekje për t'ju ofruar atyre, siç tha vetëvendosja, për t'ju bërë më të lehtë, më të mundur që të votojnë gjithandej ka janë. Dje PZAP-ja miratoi një ankesë të LDK-s dhe nuk do të lejoj që të hapen qendra votimi alternative për te. PZAP-ja ka miratuar ankesën e LDK-s dhe nuk do të lejohet hapja e qendrave alternative në diasporë përveç votimit në konsulata, në ambasada. Tani ju si e shihni këtë përpjekjen për votat e diasporës dhe pse gjithë ky interesim, ky turr le të themi për të përvetësuar diasporën? Nga kush do qoftë që bëhet? Tani, mendoj që jam një i mirë i diasporës, sepse kam jetuar dhe kam vepruar në diasporë një kohë gjatë dhe e di këtë. Por ne kemi premtu dhe kemi fut në ligj votimin e diasporës. Votimi me post ka qenë i ligjërum, më thanë është leju votimi me post. Në këto zgjedhje të kalume është votu edhe në ambasada, duket jashtë ambasadave nuk është lejuar. A është votu, më duket që jo. është votu në post, me plikot në post, por në post atë qelsat i kanë pas ambasador. Ata i kanë qelë thasë me vota dhe i kanë qunë ambasada ose i kanë përqelë kënej. Spari kostoja transportit të votave ka qenë shumë e madhe. Mundësia e përpunimit dhe të manipulimit të votave në qofë se s'ka pas komisionet besueshme dhe në qofë se s'ka pas mbikëqyrje të qendrat ku janë vendos deri në fillimin e transportit, ka qenë të mundshme me u manipulu. Kom pa fotografi që mi kanë dërgu, thasht me votë